Përshëndetje. Nëpërmjet kësaj video do mësoni disa sekrete që ndoshta ju ndihmojnë ju për të kuptuar arsyet pse vërtet duhet vini këtu. Kur e nisa këtë punë para disa vitesh, ose më mirë them para shumë vitesh, nuk mendoja që do të vinte një moment që interesi i pjesëmarrësve do të rritej deri në këtë pikë. Në fillimet e programeve praktike deri diku ka qenë shumë e vështirë që t'ju tregoje të rinjve se çfarë bëheshe këtu për të kuptuar ata që pse duhet vinin këtu. Në të vërtetë, pas një periudhe kohë zbulova që është shumë e vështirë që t'i shpjegosh në praktik se si bëhet praktika. Gjë e cila deri diku edhe sot për mua është e pamundur që ta shpjegoj me fjalë. Por ajo që unë mendoj që është e rëndësishme që të kuptoni është që arsyet pse ju duhet t'i bashkoheni këtyre programeve, cili do qoftë ai, pasi janë disa, është një ndryshim i madh rrënjësor që çdo kush që vjen mëson nga momenti që fillon programi përkatës. Dhe ndryshimi vjen nga jo vetëm nga informacioni dhe nga programi që është ndërtuar këtu, por ndryshimi vjen nga mënyra se si të rinjt e shohin tregun e punës, juristin që duhet të bëjnë mbas disa viteve, apo pritshmëritë që ata kanë në raport me punësimin e tyre apo vetë punësimin ndoshta, nëse vendosin të hapin një zyrë të tyre. Pra, thënë ndryshe, pritshmëritë tuaja në raport me atë që ju pret janë totalisht të ndryshme dhe në momentin që ju vini dhe zbuloni këtu realisht atë që ndodh ose pritet të ndodh ose me shumë gjasa do të ndodh, është ajo që i bën personat që të ndryshojnë. Gjatë gjithë kësaj eksperience gjatë kam kuptuar që nëse dikush kupton se çfarë e pret, sigurisht që ai merr masa për ndryshuar dhe të përshtatet me atë gjë që do ndodh në të ardhmen. Kështu që ju them sinqerisht që nëse do të mendoni ose e keni akoma në dilemë, ju mjafton një seancë për të parë apo ju mjafton një informacion më shumë për të kuptuar se çfarë bëhet këtu dhe kjo nuk ka lidhje fare me të bërit marketing apo promovim të këtyre gjërave. Kjo është diçka që vazhdon të ekzistojë dhe do vazhdojë të ekzistojë për aq kohë sa pjesëmarrësit që vinë aty arrin rezultate ndoshta të paimagjinuara dhe prej tyre në karrierën e tyre. Në kohë shumë të shkurtër, kjo është shumë e rëndësishme që ta keni parasysh, është koha shumë e shkurtër e arritjes së rezultateve. Sigurisht, jo të gjithë, një pjesë e vogël e tyre nuk mund të do t'i arrijnë, por të paktën arrin të kuptojnë problemet që kanë dhe vështirësitë që duhet të kalojnë akoma më shumë se sa një pjesë e mirë dhe e madhe e atyre që janë ndjekës të programeve dhe certifikohen në fund të tyre. Unë do ndaloja këtu për t'ju thënë që isha shumë i kënaqur që ky numër pjesëmarrësish dhe ky interes kaq i madh të vazhdonte të rriteshë, por fatkeqësisht ju njoftoi një gjë që grupet dhe pjesëmarrësit janë shumë të kufizuar. Prandaj, mes dëshirës tuaj të madhe dhe numrit tuaj të madh që interesoheni dhe numrit shumë të kufizuar të pjesëmarrësve që arrin të ndjekin këto programe për shkak të natyrës së programit, së modelit të cilët unë jam përpjekur të ndërtoj, është një problem ndoshta që jo të gjithë mund të arrijnë dhe për këtë qëllim jam duke bërë disa trajnime të cilat do të jenë së shpejti në internet, të cilat mund t'i blej kushdo që nuk arrin dot të vi këtu. Është një ndihmë, do të jetë një ndihmë e madhe besoj për ta, por edhe një nxitje për të parë dhe për të kuptuar pse duhet që t'i bashkohet në një të ardhmen ndoshta programeve të praktikës. Unë ju përshëndes dhe ju uroj që t'jeni mirë me shëndet dhe çdo gjë tjetër të shkojë mbar ashtu siç e keni planifikuar. Ju uroj gjithë mirë.